Sigurisht, pa na shkaluar patjetër problemet sociale, stresi e me radhë lodhje, problemet mendore në kuptimin që lidhen me faktor të jashtëm social, psikologjik, problemet në familje. Po flasim për anën tjetër, siç e shohim ne sot, ankthin, pra si mungesë e lëndëve ushqyese. Altin, një person i cili ka ankth të vazhdueshëm dhe lodhje mendore, cilat janë ato analiza që ju do t'i rekomandonit të shkonte t'i bënte? Atëre duhet të kuptojmë, ne nuk kemi analiza të përcaktuara apo të qarta që mund të na përcaktojnë ankthin. Nuk ka analiza që e kapin as ankthin, as depresionin. Depresioni kapet vetëm në rastin e një psikologu psikiatri apo një psikologu klinik. Por nga ana tjetër, për të kuptuar se kush janë problemi tereni biologjik i dëmtuar, sepse ne kemi teren biologjik të dëmtuar në këtë rast, atëre patjetër ne duhet të bëjmë disa analiza. Sepse këto analiza do na masin terenin që ne jemi të predispozuar, sepse faktet e mungesës së lëndëve ushqyese që ne neglizhojmë janë baza kryesore që kemi arritur atje. Dhe nuk mund ta rregullojë dot këtë asnjë psikolog, asnjë psikiatër. Duhet bërë një hemogram, sidomos kryesorja për mendimin tim është anemia dhe ferritina. Duhet bërë elementi vitaminës B12, B9, por edhe B1 dhe B6 nëse kemi mundësi, sepse ato japin shpesh lodhje, nervozizëm, trishtim, mpirje gjymtyrësh, ndërsa për shembull hekulin e dim shumë që na jep ato rrafjet e aritmisë së zemrës, na jep ankth, lodhje mendore, hares, kujtesën, pra na i jep hekulin. Vitaminën D duhet ta bëjmë patjetër sepse na jep shumë trishtim, ankth dhe depresion, por dhe pagjumësi shumë të larta. Po dhe inflamacion në sistemin tonë përgjithshëm. Duhet bëjmë një analizë të tiroides, të shikojmë gjendjen e tiroides, sepse ne dim shumë mirë që destabilizimi i sistemit endokrin jep lodhje mendore dhe jep shqetësime të ankthit dhe sidomos ndryshime të humorit. Nga ana tjetër duhet matur magnezi, që është i vështirë të matet, po të keni një orientim, sepse ai është i lidhur shumë me tensionin nervor dhe me problemet mendore, dhe është kryesorja. Glukoza, sidomos glukoza dhe e esëll dhe hemoglobina glukozuar, pra HbA1c-ja, e cila është kryesore për të shikuar nga vjen nga kjo ose jo. Edhe po të ketë mundësi dhe CRP-ja, pra problemi për të shikuar inflamacion. Po bë dhe një analizë mikrobiomës për intoleranca ushqimore ose kalprotektinin e të tjerë, është akoma më mirë. Absolutisht. Dhe këshillat të tjera që lidhen pastaj me aspektin jashtëm krahas biokimisë, pra krahas kësaj mungesës së lëndëve ushqyese, do doja të dija dhe të merrja një këshill për jush për ato që vuajnë sot nga ankthi dhe nuk janë të pakta, apo jo? Po. Përveç analizave, përveç ushqimet që duhet të rregullohet, sepse ka njerëz Altin që kurohen me ilaçe për ankthin, ja ka dhënë mjeku psikiatër, por pa ditur që ka dhe lëndë të tjera ushqyese mungesa në trupin e tij. Ankthi faktikisht është një alarm për trupin tonë. Dhe ankthi vjen nga shqetësimi ose nga meraku, është baza kryesore. Por pra është një eksitim binormale në trup, pra është një hipereksitim, siç e thash. Magnezi që është frena kryesore, po të mungohet, ky do rritet ky eksitim. B6 është faktori kryesor që na qetëson, se prodhon gamma acidon butyrik, pra aminobutyrik acidin, që quhet GABA. Në ana tjetër, mungesa e yndyrnave të shëndetshme na bën një klik te aspekti i ashpërsisë mendore. Nervat tona rriten. Kur kemi nivel të ulët të hekulit, na rritet niveli i tensionit, pra tensionit dhe ankthit tonë. Nga aspekti tjetër, lodhja mendore është mungesë e vitaminës B12, B9 dhe B1, sepse ato e mbajnë metabolizmin nervor dhe forcojnë atë mielinën që thamë dhe izolimin e nervave. Në ana tjetër është qelljeta. Mungesa e qelljetës është kritik, që është baza kryesore e baterive tona. Po ashtu problemet me tiroiden e të tjera. Nervozizmi vjen nga problemi i sheqerit të lartë në gjak, nga mungesa e zinkut, nga inflamacioni në zor kryesisht, edhe inflamacionet e tjera, pra shenjat dalluese të nervozizmit, kur ne kuptojmë që jemi të uritur, duam më shumë ushqim, kemi dridhje, nëse ne konsumojmë sheqer, atëherë këto janë arsyet kryesore që mund të kemi. Atëherë aspektin e gjumit, aspekti i gjumit është qetësimi, është shtylla kryesore, dy shtylla, shqetësimi nervor dhe prodhimi melatoninës, pra nëse ne kemi shqetësim të gjumi. Është mungesa e B6 dhe e magnezit, e triptofanit dhe vitaminës D. Ky ka probleme shumë dhe pastaj qëndrimi shumë jashtë ose nëpërmjet ekraneve, televizorit dhe elementeve të tjerë.